Kjo data është data më e rëndësishme e çdo luftëtari të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse na mungojnë do bashkëftarët tonë. Edhe të cilët po gjykohen pa drejtësi të gjykatës speciale atje. Kjo është gjëja më e madhe çdo shqiptari kudo që jeton edhe vepron. Kjo ka qenë një ftesë për disa njerëz, disa personalitete, të cilët na kanë mbështetur neve në rrugtimin tonë si organizatë veteranëve të luftës. Deri këto momente, besoj që do të na mbështesin edhe në të ardhmen. Prandaj një shej falënderimi ka qenë kjo e jona për gjithë ata njerëz që na kanë mbështetur në veprimtarinë tonë që e bëjmë çdo ditë. Është tepër emocionale, kjo data është data më e rëndësishme e çdo luftëtari të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por nuk është komplet, nuk është tamam kjo datë, nuk mundem të festuar ashtu siç dojmë na, sepse na mungojnë do bashkëftarët tonë. Edhe të cilët po gjykohen pa drejtësi të gjykatës speciale atje. Edhe gjithmonë na mungojnë ata që janë mos abonere, e që prejnë qetë, e që kanë marrë epitetin e erojve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra na jemi krenar që e kemi arritë të arriturin më të madh në herë shqiptarëve në këtë pjesë të atëllëve që quhet Kosovë, edhe e mbajmë këtë barë mbi supe, vazhdojmë me mbajtë me krenari. Do të thotë kemi mungesa të shokëve, por këta që jemi mundohemi me marrë flamurin lartë, flamurin Koqëzi, flamurin me cilin kanë ra plot dëshmorë, apo 2998 dëshmorë në luftën e fundit për ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë jam shumë falenderues si Erik Divani për krejt mundin edhe sakrificën që e keni bërë që sot unë me fol me ty, me fol me ton këta miq, e uroj që vitin tjetër me qenë edhe krerët e OÇK së bashku me festuar me qenë gjithmonë bashkëkomunisht shqiptarët. Do dhe ne bashkangjitë e morimit tonë, edhe dhosh Zoti që populli jonë me respektu këta që janë gjallë sot, edhe ata që kanë rënë në 88, në 89, që mos me pas nevojë edhe për një gjenerat tjetër të re, që do të binë edhe disa tjerë që të japin kontribut për me rujtë këto që kemi fituar.